Mijëra njerëz mbushën sheshin e lindjes së Krishtit në Betlehem në pritje të meshës së Krishtlindjes. Shumë banor të Betlehemit dhe qyteteve palestineze të Beit Jala dhe Beit Sahur, pjesë e komunitetit të krishterë, ndoqën paradën. Më vonë, kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, do të drejtojnë meshën e mesnatës në kishën e lindjes së Krishtit. Në këtë shërbesë zakonisht marrin pjesë edhe zyrtarë të lartë, siç është edhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmoud Abbas. Këtë vit, për herë të parë që nga nisja e luftës në tetor të vitit 2023, qyteti i Betlehemit, i njohur në mbar botën si vendlindja e Jezu Krishtit, ndezi edhe pemën tradicionale të Krishtlindjes. Ceremonitë gjatë këtij muaji janë shoqëruar me lutje për paqe dhe shpresë, ndërsa u bë thirrje që qyteti i shenjtë të rikthehet sërish si destinacion për pelegrinët dhe turistët nga e gjithë bota. Edhe pse Gaza është rreth 60 kilometra larg Betlehemit, lufta ka prekur rënd palestinezët në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli dhe ka shkatëruar turizmin ku mbështetet ekonomia e Betlehemit.